Për sa i përket shifrave të vizitorëve në këtë pikë të sezonit turistik, trendi është mjaft i mirë. Dua të deklaroj këtu disa shifra në lidhje me atraksione turistike siç është Bazilika e Linit, qyteti i Pogradecit, por edhe atraksione të cilat ndodhen në vende të ndryshme të Bashkisë Pogradec. Bazilika e Linit lidhur me numrin e vizitorëve, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, ka rreth 3500 turistë deri në këtë kohë të sezonit turistik, duke ditur që jemi pothuajse në mes të sezonit dhe piku më i madh arritet në muajin e korrikut dhe të gushtit. Po ashtu pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe atraksione të tjera janë mjaft të vizituara. Ne kemi ngritur qendrën e informacionit turistik, janë rreth 650 turistë, të cilët vinë nga vende të ndryshme të botës, siç janë amerikanë, francezë, italianë, gjermanë. Po ashtu kemi edhe turistë nga Çekia, Polonia, pasi ata janë të prirur ndaj turizmit të aventurës, por edhe turizmit të natyrës. Ka një interes mjaft të shtuar për sa i përket atraksioneve të ndryshme natyrore, por edhe historike, pasi është rritur shumë turizmi kulturor, por edhe historik, por do të kemi parasysh këtu edhe rritje mjaft të ndjeshme të turizmit të kulinarisë. Kjo lidhet edhe me turistët të cilët vijnë kryesisht nga Italia.